E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të analizuar dhe për të ndarë bashkarisht qëndrimet e Rogertit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Unë e kam thënë shumë bukur që Rogerti, një personazh i cili në fakt ka një mbështetje shumë të madhe, është komentuar dhe hamencuar se kush është suportusi, kush është sponsori që Rogertin është duke mbajtur kaq shumë në lojë. Tani, kishte thashë theme lart dhe poshtë që Rogerti është një mik i afërt, një kushëri i sponsorit kryesor të Big Brother VIP Albania. Cili ishte ky sponsor? Ha mencuan për Lori Cafe, ha mencuan për Vodafone, por që çuditërisht, do të thënë, rezulton që Rogerti, sipas lajmeve të afërta të miqve të tij, do të thënë, të jetë kushëriri i afërt i sponsorit kryesor që në kupton është B52 apo S82, sido që ta marrim sepse ka dy do të thënë ka dy emra i thon për këtë pijen, po ne ta themi B52. Pija B52, një nga pijet më energjike brenda shtëpisë, që në fakt në shumicën e rasteve Rogerti i ka bërë reklam të madhe, Rogerti i ka bërë suport të madh, Rogerti e ka përfol këtë pijen shumë, dëshmoj që Rogerti të jetë kushëriri i afërt i këtij sponsori dhe arsyeja që ky sponsor e mban Rogertin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt, unë them që sponsori ka një rol të rëndësishëm, sepse fundja fundit sponsori paguan me lek pafund për të qëndruar një banor brenda kësaj shtëpie. Por, hyrja e Rogertit brenda në shtëpinë e Big Brotherit e gjeti shtëpinë me një situata që ishte Miri dhe Selin. Do me thënë, duke hequr tani mundësinë e sponsorit që ka një rol të rëndësishëm dhe nëse vërtet është drejtori i B52-shit është kushëriri i Rogertit, me patjetër që ka një rol të veçantë sepse vërtet është një ndër sponsorat kryesor të këtij Big Brotherit. Por, momentin që Rogerti hyri në shtëpi, banorët ishin ato banorë që ishin, që kishin krijuar deri diku aleancat e tyre, që kishin krijuar deri diku misionet e tyre, por nuk kishin arritur që të rrëmbenin shikueshmërinë. Do me thënë, në atë kohë kur Big Brother VIP Kosova bënte luftra të mëdha, krijonte dinamika mes Albës dhe Limit, që u fut Limi brenda shtëpisë, do me thënë, shikueshmëria në këtë Big Brother ra dhe normal produksioni luftonte që brenda shtëpisë të futën banor të cilët krijonin shikueshmëri, të cilët krijonin show, të cilët krijonin spektakël. Dhe që në momentin e parë kur Rogerti u transmetua në dhomën e rrëfimit me një maskë në fytyrë, ngriti një kurreshtje jashtëzakonisht të madhe tek publiku shqiptar për të kuptuar se kush është ky njeri. Do me thënë, një djalë që vinte nga Londra, një djalë që ishte pa filtra, një djalë që ishte pas një lloj turpi dhe që ishte i gatshëm që të bënte një show të papar televiziv. Dhe kjo në fakt e ngriti dhe e lartësoi Rogertin në lojë. Dhe tani, Rogerti filloi që të luan lojën, por a e ka përmendur këtë pijen? Po, e ka përmendur, krahasuar me sponsorat e tjerë, makaronat Ola dhe këtë pijen Rogerti e ka përmend jashtëzakonisht shumë. Por Rogerti, siç duket, e dije një nënshkrim që ka bërë në kontratë, që do të thënë sponsorat duhet respektuar në maksimum. Dhe Rogerti filloi që ta bën lojën. Në momentin që Rogerti filloi që ta bën lojën, filloi ta merr vëmendjen komplet të shtëpisë. Do të thënë, e rriti shikueshmërinë, filloi ta merr vëmendjen e publikut, Big Brother i Shqipërisë filloi që të ndiqet më shumë, do të thënë, në ato kohë dhe normalisht produksioni e kishte si mjaltë në luk Rogertin, kështu le ta quajmë, do të thënë, ja solli audiencën. E tepruara e Rogertit cila është? E tepruara është Rogerti, që Rogerti filloi që të ofendon jashtëzakonisht shumë dhe për këtë gjë Rogerti është i vetëdijshëm dhe e pranon brenda shtëpisë së Big Brotherit që unë e kam bërë këtë gjë me vetëdije, se ky është një spektakël, ky është një reality show dhe unë kështu do të vazhdoj. Unë këtu kam hyrë me negativitet. Do të thënë, nuk është një profil që nuk e ka thënë këtë gjë. Dhe pikërisht Rogerti vazhdoi në lojë. Tani, a ka thyer rregulla, sepse ditën e djeshme Rogerti përmendi një gjë, teksa po fliste me Selin dhe tha që unë nuk kam thyer rregulla, kam hapur derën, kam dalë në studio dhe kam hyrë përsëri. Jo, nëse ne do të lexojmë rregullat e Big Brotherit që unë ua kam sjell gjatë kohës kur spektakli vazhdonte të ishte,
domethënë, rregullat e Big Brotherit është rregulli kryesor që dera e kuqe, dera e Vodafonit nuk hapet në momentin që futesh në atë shtëpi, ajo është dera më e fortë që mbyllet dhe nuk hapet deri në ditën që ti publiku do të nxjerr. Dhe Rogerti këtë rregull e ka thyer. Do me thënë, produksioni, pa marrë parasysh presioni që mund ta ketë prej sponsorit, se unë jam i bindur që sponsori nuk mund të bën presion për faktin sepse sponsori mund të ketë intervenuar që Rogerti të jetë pjesë, do me thënë, e këtij reality show, po për të bërë produksion sponsori presion, mua kjo nuk më duket logjike, sepse edhe një sponsor mund ta shikon se deri ku mund të thyen këto limite dhe deri ku mund të jenë këto limite. Unë mendoj që Rogerti ka patur një, do me thënë, ka një strategji. Rogerti u tregua lojtar shumë i fortë negativ, mbajti interesin e televizionit, mbajti interesin e këtij reality show, mbajti interesin e shikueshmërisë, sepse bëhesh te dasma e Selinës, të gjithë ishim kureshtar të shohim se çfarë do të bën Rogerti, a do ta prishën dasmën apo jo. U bë dasma e Brikenës, Rogerti e shkruajti gjithë atë letër, do me thënë, ka përdorur një kreativitet në shtëpi që realisht viteve të kaluara nuk e kemi parë. Kjo është e vërteta, por gabimi i Rogertit është që Rogerti në shumë raste e mori personale. Për shembull, ofendime të cilat i adresoi kundërdrejt Selinës, degradime të cilat i akuzoi, i lëshoi kundërdrejt Selinës, nuk janë të bukura dhe nuk janë të tolerueshme. E bukura e Rogertit do të ishte në qoftë se Rogerti vërtet shprehte një vullnet të mirë loje, që të ishte banori pozitiv që me dashuri, me pozitivitet, me energji të mirë Rogerti ta bënte këtë lojë, atë Rogerti do të ishte fenomeni i këtij formati dhe 100% do ta kishte fituar këtë format. Por Rogerti, me sa unë kuptova, Rogerti dëshironte që të sfidon dhe veten e tij, sepse Rogerti këtë ka më së shumti sfidë në vete, nga që e dëgjova edhe sonte në intervistë që tha unë jam ky jashtë vetëm me provokime, që do me thënë nuk i kam provokimet. Këtu e kuptova që Rogerti është ky, do me thënë atë që unë e kam thënë, që Rogerti nuk mund të jetë tjetër gjë, apo nuk mund të tjetërsohet në Big Brother, sepse ashtu e do formati. Jo, Rogerti është ky, kjo është e vërteta e Rogertit dhe kjo është loja e Rogertit. Do me thënë, sipas të gjitha dinamikave që ne po shohim, Rogerti që nga kushëriri i sponsorit së 52, por unë mendoj, do me thënë, që nuk ka të bën fare kjo, sepse produksioni e ka patur në interesin e vet. Rogerti u ka mbajtur lojën gjallë të gjithë banorëve të tjerë, sepse në momentin që Rogerti nuk është, banorët janë të përgjumur, dhe produksioni e mban deri në fund. Nuk do të thotë që Rogerti është deri në finalen e madhe dhe mund ta merr të çmimin. Tani, a mund ta merr çmimin sepse mund të luhet një lojë e pist? Me patjetër që po. Po a e meriton? Unë mendoj që nuk e meriton, sepse Rogerti ka përdorur një gjuhë shumë të ulët, ka degraduar të gjithë banorët. Por a ka luajtur më shumë se të gjithë banorët? A ka qenë më kreativ se të gjithë banorët? E vërteta është po. Rogerti ka qenë kreativ dhe ka bërë lojë. Përpos që ka eskaluar kjo gjë, e cila në fakt Rogertin e ka penalizuar në lojën e tij në Big Brother.